Të dashun lekës, unë do pregatis një recetë shumë të mirë, shumë të thjeshtë dhe për gjithë njerëzit që agjënojnë më shumë, jo jam për shtat më shumë recetat për ato që kanë më shumë nevojë, që të shplodhen më shumë edhe të gatojnë shëndetshëm edhe me pak kohë. Sot do pregatis qofte, bashkarisht me patate, qoftet nuk do skuqen, do piqen në furrë, edhe patatet gjithashtu. Është një recetë e thjeshtë, për 1 orë komplet mbaron gjithë procedura me gjithë pjekje. Fillimisht, për 350 gram mish viçi, unë do përdor një qep mesatare. Nuk përdoret hudhra në këtë recetë, përveç se qepës. E grim me rende nga ana e ashpër e rendes, me atë që grim dhe kungullin. Po ngelen këto pjesët e mdoja të qepës, largojni, se dominojnë mbi qofte. Do hudh një lugë me vaj, kush të dëshiroj edhe një lugë klyn. Po unë po e përdor me vaj, si që përdor gjithmonë. Do hedh mishin e grim. Do përdor galetën. Një lugë gjelle me moj galet ose buke blume, kjo nuk duhet buke shtrydhme, po të mundoheni të gjeni në familje mos ju mungoj, me i qese kaloni një vit, ose gjinde dhe në për supermarkete me emrin galet ose buke blume. Këto do t'a përzi me dominoj pak qumshi të zbutet, me këta. Rrethi lugë gjysmë gjelle me qumësht. Do hedh një vezë për këtë mas, do përdor një vezë. Do përdor piperin e zi. Do përdor një lugë çaj me rigon. Edhe një lugë gjelle me moj, ose një lugë gjysmë me thërim e djathi. Do përdorim edhe pak kryp për qofte, një moj lugë, edhe galetën që e përzim me qumshin të zbutet. Këto ishin dhe përbërësit për të bërë të lloj qoftesh që do t'i përdorim direkte në furrë. Tashti mor dhe i përzit gjitha, edhe luga me vaj ose me t'lyn të tret, po unë i hodha është më e shëndetshme, vaj, për ne moshat e vjetra. Tashi do t'i përzi mirë, edhe do rrinë gjysmë ore, me i qosh, ashu, si që janë, ja, është një qep, e pa tretme, e largoj, se unë i kam bezdi këtë gjënë, duke i pa me sy, duke i largu, ato që nuk i blujti rendja, i largojmë, se të qëllon o një në gojë, nuk është se është në gjo, po e si kleqme, prap, do e tjenë një mas gjithë përbërësi. Pa tjetër, brumi qoftes do rri, për shtat do lloj qoftesh, brumi do rri të vi pak, edhe të marri aromën e erëzave që ne përdorëm. Janë recetat të thjeshta, të shijshme, dhe pse t'i blesh qoftet rrugës, nuk dihet qa mishi kanë, se tash është dhe Ramazan. Çdo gjë duhet të bëhet me durët e juja, pak a shumë, për shtatun i familjes, edhe kosto ju del më e vogël, edhe dini ç'hani, se më mirë se e dim ne anvisat, nuk e di kush, përbërësit që hedhim ne, të zgjedhura sigurisht. Kështu që më mirë hum një orë kohë dhe di ç'han, se sa i blen shpejt e shpejt. Do punohet 7-8 minuta brumi që të lidhet mirë, mos zgjidhet dhe qoftja. Ka nevojë më t'i punoj. Do t'i muloj pak, që të rrinë ashtu, të ngrota.
edhe trashen dhe vetë-vetiu, se i hodhëm galetën, ajo punohet vetë-vetiu me mishin dhe mlidhet. Është mas lidhse për qofte, buka e blume, është i mbuloj. Qofteve do i bashkëngjitem me patatet, ka gjysmore që e kam lënë brumin të marinohet, preva patatet kubik, i lava, sigurisht do duhen shpla prapa se përmbajnë një seshte, edhe me zi piqen, pra ne i duhen një të shplame dhe futen në kulles. Këtu kam 1 kile i qerek patate. Do t'i hudh pak kryp. Jo shumë. Do t'i hudh 1 limon të shtrydh, limoni përdoret i jep edhe si salat dhe si buk, është pak e athët, është shumë e shishme dhe zbutet, merr një shije shumë të mirë patatja me shtrydhjen e 1 limoni. Provojeni, mos thoni usa e tharët, po nuk është e tharët fare, sa ajo nuk e nevojë ta shoqërosh as me salat, aq e shishme bëhet dhe tretet dhe patatja. Mbarum punë edhe me pataten, do hedhim 1 luk me rigon, edhe gjysmë luke me spec. Jo pikant, nuk e kam pikant këtë, po i hedh edhe i qi. Edhe 1 filxhan është me vaj. Vaj gjelle, si të dëshironi, marrova punë me gjitha, tash i mor i përzi. Duhem përzi mirë, që t'i hy ven më ven vaj. I rrethoj kështu, se në qendër të tavës, pjesën e mesit, do vej qoftet, edhe patatet do t'i vej anash. Këtë lëngun që është kriju, do t'a lej të nxehtë, që t'ja hudh patateve, gjithmonë duhet lëngu i nxehtë, do t'a vej se furrën e sobës e kam të ngrohtë, edhe ju hapeni pak më përpara. Ja, do t'i vej kështu, që t'vej qoftet midis. Tashti mere me qoftet, pregatitjen e qofteve, në fillim lak pak dorën me vaj, se këto nuk janë me miell, janë qofte furre. Ja. Është pak tava e vogël, po për atë sobën time nuk merr tavë tjetër, kështu që ato po mos mbyllet dera, nuk piqe. Po të kisha i tavë më të madhe, do t'i hapja më shumë patatet, po që se piqen më shpejt qoftet, i vë 1 letër guzhine, edhe mos i hyn nxehtësia. Më tepër se ç'duhet, të digjen qoftet, përdor letër voji. E kam gjitha visat, po se kanë le të largojnë qoftet, po unë e kam, nuk më mungon gjë. Shtypini pak, të bëhen pak petashuqe. Kështu duhet. Tash i do i lyj pak me vaj sipër, qoftet, që mos thahen. Do t'i pjekim me një furrë mesatare. Do i kthem prap, kur të piqen lart, do i rrotullojmë vetan visat, që të morim faqe nga të 2 anët. Tash janë hazër, s'ka nevojë. Do t'i hudh rreth 2 filxhon me lëng, lëngun që ngeli, marinimin. Kush ka lëng mishi, le t'i hudhi lëng mishi, po unë do t'a bëj me ato që kisha, me marinimin e erëzave. Ja ku kam dhe lëngun, e lash të nxehtë, gjithmonë duhet lëngu i nxehtë, dhe do t'i hedh 2 filxhon ja. Po ju a tregoj me sy. Që të zbuten dhe patatet dhe të zinë, edhe qoftet do t'i ktheni nga ana tjetër, ju thash.
tava është gati, me fut në furrë, sa të piqet, rreth 1 orë, po që në këto ju thash, do i ktheni nga ana tjetër, vini 1 letër kuzhine, kush nuk ka le t'i largoj, po unë ashtu veproj. Megjithatë, këto do piqen pothuajse në një kohë të dyja. Kjo ishte dhe tava me qofte edhe me patate furre, që u bën të vetëm sa u pregatitën, as të skuqme, as të kavërdisme, direkte në furrë, është një tavë perfekte dhe nuk ju hako një orë para se të hapni agjinimin, bëjni dhe do ngelni shumë të kënaqur, një gatim perfekt për këto ditë na bëf mirë dhe ne.